Gropa të shumta, mos disiplinimi ujrave si pasojë e mungesës së kanalizimeve, amortizimi i mjeteve dhe tejlodhja udhëtarëve janë pjesë e aksit nacional Thuman Fushkruj, infrastruktura e të cilit sapo shkon dhe po degradohet më tepër. Pavarësisht se janë vetëm 12 kilometra rrugë dhe shërbejnë për një numër të lartë të popullsisë që banon në këtë zonë, deri më sot nga ana e pushtetit vendor nuk është bërë asnjë ndërhyrje për ndryshimin e situatës. Për amshatit Burozane, gjendja është edhe më kritike dhe me të drejtë drejtuesit automjeteve por edhe mësorët shprehen të indinjuar duke kërkuar rikonstruksionin e saj. Kjo rrugë për e na mori shpirtin atë. S'di ç'a bëjmë atë. Ç'a do bëjmë popullin me atë? Do të thonë, ora kam ne të pagova për ditër. 12 kilometra shkojmë e na bani orë gjys. Kjo rrugë është si më qenë, do të thonë Kabul, nuk është rrugë Shqipnia kjo. Ka 23 vjet, demokraci këtu nuk kalohet. As ka pyet kush, këto vijnë data deputetë vijnë këta 12 vetëm për votime. Sa të marr votimet as nuk i shohim, as nuk pyesin më se a ka rrugë, as ka rrugë. Tatimet i don tamam këtë. Ky djalë këtu është mekanik, pyet këta sa herë shoj mekaniku. Edhe sa lek shpenzojmë ne për riparimin e mjeteve. Se janë 20.000 banorë, si udhtojnë me këtë rrugë. Nuk pyesin për të. Ma ka fermentuar biznes, ka fermentuar njerëzit për Cobuks, se nuk kanë as ka punojnë, nuk kanë as ka kalojnë. Banorët e kësaj zone, një nga të paktat mundësi punësimi kanë shfrytëzimin e tokave bujqësore dhe nxjerrje në treg të prodhimeve, por që për shkak të mungesës së infrastrukturës së rrugës, afrimi tregtarëve të shumicës nuk ndodh, duke lënë stok produktet e fermerëve që ndryshe përkthehen në mund, djers dhe investim të çuar dëm.